Një njëri ka ardhur te Muhamedi alayhi salatu wasalam, edhe i ka thonë: o dërguari i Allahut, unë në dunja me ty u kënaqja, po të shoh, po të ngoj, zemra po m'flladit kur përri me ty. Mirë, po shpejt i këna mundo, deka ka më në do. Ti ki me shku në xhenet, ti të shpirit të mdoja, unë e kush e di ku jam unë. Andaj po qaj për ndarjen, për piklimin, që realisht e di që në përjetësin nuk këna me konë, sigur se në dunjavë. I ka thonë pejgamberi alayhi sallam: e ti, qka ke pregadi, qka ke boti për, qka bën ti? Ka thonë: unë s'kam shumë për punëve si që shkite, e që shka e Bubekri, s'kam shumë unë, një rëndant, ama unë e du Allahun e pejgamberin, i du shumë. Do ndu me konë si ti, po s'mëj me konë, ama du me konë si ti. Në kuptim, po komentaj që ka thonaj. E këtu ka thonë pejgamberi një fjallë të madhe që po për këtë njeri, edhe të ngjashëm me këtë njeri është shumë fjallë inkurajuse, për gëzim i madh është, por edhe për tjerët është kërcënim i madh. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: ente ma men ahbabt. Ki me konë me ata që i dënë, s'ka me da Allahu azza wa jall. Ki me konë me ata që i dënë. E transmetuesi i hadithit Enes ibn Malik thot: jena gëzu për që të fjallë shumë. Kur ka thonë pejgamberi ki me konë me ata që i dënë, shumë e na gëzu. Nga se ne e dojmë Allahun e pejgamberin, e dojmë Abubekrin e Omerin, e mos mushim me punë me nëzonë, dhe është Allah me dashnime në bashku me ta apëtë. Dashnia o punë e madhe, e dënë shumë. E ti ki me konë me ata që e dënë, ti e ke dasht pejgamberin, ti e ke dasht Abubekrin, ti e ke dasht Imam Ebu Hanifën, ti e ke dasht filan djetarën, i ke dasht, e ke dasht Imam Ahmedi, Imam Shafiun, djetarët e mdhaj, i ke dasht edhe njerëzit e venit tonë, hoxhallarët, devasmit i ke dasht. Po nështë s'ke mujt me ta, me jetu gjatë, s'ke mujt me konë si ata. Përgzimi edhe ngushtimi është se ka me të bo Allah me ta. Nga se i ke dasht, sinqerisht i ke dasht, pa hile i ke dasht. Mirë, nëse kalëm tash në anën tjetër, tek pjesa tjetër e shoqërisë, me i pytë, ka në dënë ti? Si kush ki qef mu bapë? Ta përmen një figurë katastrofa. Një figurë që nuk përfaqëson asë një vlerë njerëzore, asë nuk përfaqëson dije, asë nuk përfaqëson vlerë, asë nuk përfaqëson njerëzillak, përfaqëson shfrenim, përfaqëson epsh. Thot, që shtu me mujtë me arritë që kjo. E paratash mi thonë këti, ki me konë me ato që e danë. E ku ka me konë që ki njeri? Djetë ka me konë. Ata që përhapin fesad në tokë, ndërlozëm. Ata që përhapin paturpsi, ata që përhapin amoralitet, ata që përhapin punëqie e rëzillëqje në shoqëri, ku e kanë vend ata? Djetë Allah. Nëse nuk pendohen, nëse nuk përhapin të mirën vend keqës, dënimi i Allahut është vendi tyne. Allah na ruaj. Nga se kush ka punu me përmirësu shoqërinë, Allah ka me ngrit. E kush ka punu me shkatru familjen e shoqërinë, Zoti ka me përshnu. E ka me dënu në dunjë në ahiret.